Arrestohet manjaku amerikan në Tiranë, punonjësia e tij 20 vjeçare denoncon për ngacmim seksual. Një shtetas amerikan është arrestuar në Tiranë pasi akuzohet për ngacmim seksual dhe për ndjekje ndaj një punonjëse 20 vjeçare. Sipas raportimit, procedimi penal ndaj 47 vjeçarit ka nisur pas një kallëzimi të bërë nga e reja që punonte për të në një biznes privat në kryeqytet. Në dëshminë e saj, 20 vjeçaria ka deklaruar se është përndjekur vazhdimisht nga pronari i biznesit, i cili sipas saj ka kryer disa episode ngacmimesh seksuale në ambientet e punës. Ajo ka treguar gjithashtu se 47 vjeçari ka tentuar t'i jap alkool me qëllim që të dehej, ndërsa ka pretenduar edhe për ushtrim dhune ndaj saj. Pas kallëzimit, policia ka ndërhyrë duke bërë arrestimin e shtetasit amerikan, i cili tashmë përballet me akuzat për ngacmim seksual në ambientet e punës dhe për ndjekje. Ndërkohë, pritet që autoritetet marrin edhe dëshminë e tij lidhur me ngjarjen. 47 vjeçari do të dalë para gjykatës, ku do të njihet me masën e sigurisë.